Nëse i duke marrë bebin tënd të vogël tek protesta, atëherë do ju duhet kjo këshill nga një fizioterapiste për fëmijë që ta shijoni protestën të dy siç duhet. Unë jam fizioterapiste Irina, punoj me bebushat nga 0 deri në 18 muaj dhe sot do ju tregoj se si ta mbani bebushin në mënyrën e duhur tek protesta, kur ai ende nuk ka filluar që të eci. Të drejtën kam parë shumë video të prindërve që janë duke i marrë bebushat ose në karrot ose në kangur, pra në marsupio. Dhe këto dy janë mënyrat pra më të thjeshta që prindërit mund t'i marrin fëmijët tek protesta, duke i patur dhe duart e lira për të mbajtur pankartat. Por çfarë të qëndron tek kozgjatja? Pra sa keni ndërmend të qëndroni tek protesta? Dhe sa kohë keni ndërmend që ta lini bebin tek marsupio ose tek karroca? Sepse bebi nuk duhet të qëndrojë më shumë se 1 orë pa ndërprerje në të njëjtin pozicion, qoftë kjo tek kanguri, qoftë kjo tek karroca. Sepse çfarë ndodh? Tek kanguri normalisht që nëse bebi qëndron për më shumë se 1 orë gjatë kësaj kohe, pra ai qëndron në të njëjtin pozicion, trupi i tij, shtyllat kurrizore, artikulacionet e tij, muskujt e tij marrin një ngarkesë të madhe gjë që e lodh bebin dhe që nuk është mirë për përshëndetjen e tij fizik. Pra, kjo nuk do të thotë se juve pas 1 ore duhet të shkoni në shtëpi. Përkundrazi, nëse shikoni që bebi juaj është vigjilent, pra ka akoma energji, nuk është lodhur akoma, mund të tolerojë akoma dhe më shumë, gjëja që ju duhet të bëni është të ndryshoni pozicionin e bebushit tuaj. Si? Nëse ju keni një karrocë në shtëpi, që besoj se po, pra përveç marsupios, besoj se keni karrocën në shtëpi, atëherë 40-50 minutat e para të kohës që juve jeni duke shkuar te protesta dhe sa jeni stabilizuar tek protesta, kalojini bebin nga marsupio, filloni ta shpini pak, fërkojini pak purizin, kalojini pak në krah dhe më pas kalojini tek karroca, ku aty mund ta mbani për një 30-40 minuta të tjera. Tani keni parasysh që bebushat të cilët janë më të vegjël se 6 muaj normalisht rritet rreziku për kokën e shesht, sepse marsupio mund të jetë pak më delikat tani që është vap dhe normalisht karrota është gjëja më e preferuar, mjeti më i preferuar që mund të përdori për një bebush më të vogël. Por këtu na rritet rreziku për kokën e shesht nëse kalon një orarshin. Tani nesër tek video radhës do ju tregoj se çfarë të bëni në rastin e karrocës dhe si ta kompensoni pra këtë kohën që jeni duke kaluar, kohën që bebi është duke kaluar tek këto pajisje, se si ta kompensoni më pas kur të shkoni në shtëpi. Kështu që më ndiqni.